Është finalizuar operacioni policior i koduar Storm 15 në Durrës me zbulimin një foleje tjetër të prostitucionit. Pas një hetimi dyjavor, me metoda speciale hetimi, policia ka njoftuar se janë arrestuar 2 shtetase braziliane që kishin marrë me qira 2 ambiente të cilët i kishin përfshtatur për ushtrimin e aktivitetit të prostitucionit. Seksioni për hetimin e trafiqeve, në bashkëpunim me shërbimet operacionale të drejtorisë vendore të policisë së Durrësit, pas një hetimi dyjavor me metoda proaktive në drejtimin e prokurorisë, ka finalizuar fazën e 15 të operacionit policior të koduar Storm. Si rezultat i operacionit janë arrestuar në flagrant shtetaset me iniciale NP 26 vjeçe dhe MB 39 vjeçe, lindur dhe banuese në Brazil, të dyshuara për veprat penale, prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, prostitucion dhe përshtatje të ambienteve për prostitucion. Në vijim të veprime proceduriale, janë proceduar në gjendje të lirë për veprën penale prostitucion, një shtetas 22 vjeç banues në Durrës. Gjithashtu u proceduar në gjendje të lirë për veprën penale përshtatje ambientesh për prostitucion, pronari i ambientit shtetasi me iniciale FT 30 vjeç banues në Fushkruj. Gjatë operacionit në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar 2 pasaporta të shtetasave të huaja, shumë aparash, 8 aparate celular, një DVD, karta telefonike, 2 blloqe shënimesh, si dhe 2 sasi të vogla lëndësh narkotike të dyshuara kanabis. Nga veprimet hetimore, rezultoi se shtetaset e arrestuara kishin marrë me qira 2 ambiente në rrugën Dalipeza, lagja numër 17 Durrës, të cilët i kishin përshtatur për ushtrimin e aktivitetit të prostitucionit. Gjatë ndërhyrjes së shërbimeve të policisë, njëra prej shtetasëve të huaja refuzoi të hapte derën e ambientit ku ndodhej, e cila u hap më pas me ndihmën e shërbimeve zjarr fikse. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Durrës për veprime të mëtejshme.